zbatim të planit veprimit të firmosur nga Ministri Samir Tahiri, Policia e Shtetit ka hartuar një plan masi me detyra konkrete për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Në kuadër të këtij plani, policia javën e kaluar zhvilloi kontrolle masive në gjithë territorin e vendit. Po në kuadër të këtyre masave është edhe monitorimi nga ajri i territorit ku ka dhëna se mund të kultivohen bimë narkotike. Policia ka filluar kontrollin e territorit nga toka dhe monitorim nga ajri të gjithë zonave ku është kultivuar vjet bimë narkotike, por edhe në ato zona të cilësuara nga rajon si zona me risk. Aktualisht jemi në njësinë administrative të Vllahinës, në vendin e quajtur Ura e Poçemit, ku vitin e kaluar policia gjeti dhe asgjësoi rreth 40.000 rrënjë kanabis sativa. Në kuadër të këtij kontrolli, Policia e Shtetit, përveç kontrolleve të territorit në ato vende ku është kultivuar bimë narkotike vitin e kaluar dhe në ato vende të cilësuara nga rajon si zona me risk, do të kontrollojnë edhe ato zona ku janë grumbulluar të dhëna për informacione deri tani nga policia se mund të tentohet të kultivohen bimë narkotike. Policia e Shtetit ka filluar shumë herët se vitin e kaluar kontrollin e territorit të gjithë zonave ku është tentuar të kultivohet vitin e kaluar apo është kultivuar. Nisja e kontrolleve masive nga toka dhe monitorimi nga ajri ka dhe qëllim sensibilizues për banorët e këtyre zonave në gjithë territorin që mbulon drejtoria vendore e policisë Vlorë,